Shumë më rëndësi është që nuk është krejt esenca mos me hungër dhe mos me pi. Agjerimi nuk është veç kjo. Kjo është një ndër çështjet e agjerimit. Sepse ne e dim që kur i lexojmë për shembull në surën Maryam, e shohim që Allahu ka urdhëruar Maryemen me thonë se inni nadhartu lirrahmani sawma. Unë jam betu në Allahun se ko me hesht, po fjala saum është agjerim. Ko me hesht, pra agjerimi është mos me hungër, mos me pi, me hesht, mos me dëmtu dikon, mos me dëmtu veten. Pra koncepti i agjerimit është një projekt shumë madhor, nuk është vetëm një send s'po has po pi edhe u kry puna kur vjen vakti i iftarit ha dhe u kry unë e kriju agjerimin, jo, as pak. Pra ti ki me hesht me çdo send, edhe prej ushqimeve pijeve, edhe prej marrëdhënieve mes një shiftit, edhe prej fjalëve që dëmtojnë tjerët apo e dëmton veten, edhe prej shiqimit që e dëmton veten, edhe prej dëgjimit s'ki nevojë me të interesuar çdo send, për shkak se pejgamberi sa më ka thonë prej islamit mirë një personit është mos mu marr me ato që se intereson. Pra çdo send e dëmton agjerimin tënd. Pra agjerim është e tëra, pra është një akademi e adhurimeve. Andaj kjo është pjesa e parë e agjerimeve. Agjerimi pastaj të bën ty që pse në Ramazan e ki shumë më atlet me agjeru një muj.